Në Tiranë u mbajt sot samiti për rritjen e BE-s, ku komisionerja për zgjerimin Marta Kos dhe kryeministri Edi Rama nënvizuan rëndësinë e Ballkanit Perëndimor për integrimin dhe stabilitetin e Bashkimit Evropian. Kos theksoi se reformat nuk janë të lehta, por plani i rritjes hap mundësi për treg të përbashkët rajonal dhe të req investitor. Rama shtoi se vendet e rajonit po kryejnë detyrat e shtëpisë, duke dhënë rezultate konkrete, nga ulja e kostove dhe heqja e roamingut, tek investimet dhe reformat e realizuara, dhe se rajoni nuk kërkon lëmosh, por dëshmon se është i gatshëm të kontribuojë në sigurinë dhe ekonominë e Europës. Samiti shënon një moment kyç për avancimin drejt antarësimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë me BE-n, duke e bërë Ballkanin Perëndimor pjesë aktive të zhvillimit evropian. Qeveria shqiptare dërgoi sot në gjykatën kushtetuese vendimin e GKK-s për të pezulluar nga detyra e saj numrin 2 të qeverisë Belinda Ballukun. Këtë e paralajmëroi më herët gjatë ditës vet kryeministri Rama në konferencën krah Marta Kos në samitin e Tiranës. Rama i pyetur nga gazetarët, tha se nuk ka ndodhur kurrë që një gjykatës a prokuror të pezullojë një antar të qeverisë, ndaj dhe në këto kushte të paprecedenta do i drejtohen gjykatës kushtetuese. Rama bëri të qartë po ashtu se nuk do të zëvendësoj Belinda Ballukun në detyrën e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre të infrastrukturës dhe energjisë. Në kërkesën e kryeministrisë dërguar sot në kushtetuese, thuhet se kërkohet shqyrtimi i konfliktit të kompetencës ndërmjet kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave dhe gjykatës së posaçme, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së antarit të Këshillit të Ministrave. Qeveria kërkon shfuqizimin e vendimit numër 118 datë 19/11/2025 të GKK-s për pjesën që ka disponuar vendosjen e masës ndaluese, si dhe pezullimin e vendimit të mësipërm të GKK-s deri në përfundim të gjykimit të kësaj kërkese nga gjykata kushtetuese. Ndërkohë nga ana tjetër, GKK njoftoi se sot seanca ndaj Belinda Ballukut mbahet të shtunën për vlerësimin e masave, pezullimin nga detyra dhe bllokimi i pasaportës. Kreu i PD Sali Berisha ka shpërthyer ndaj kryeministrit Edi Rama pas sherrit shtatorësh me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, lidhur me SMS-t komprometuese me saj dhe Erviz Berberit, që spak i ka zbuluar. Berisha akuzon Ramën se me deklaratat e tij po përpiqet të mbrojë veten dhe të nxjerrë dhëmbët drejtësisë, duke paralajmëruar: asgjë në botë nuk të shpëton nga krimet e tua të rënda. Konflikti i brendshëm në kryeministri nxjerr në pa tensionet mbi përgjegjësitë e shkeljeve, SMS-t dhe marrëdhëniet e komplikuara brenda qeverisë, duke ndezur spektrin politik dhe paralajmëruar një betejë të fortë ligjore. Kreu i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi reagoi ashpër pas deklaratave të komisioneres së zgjerimit Marta Kos, e cila relativizoi skandalet qeveritare dhe i quajti procesin zgjedhor korrekt. Bardhi akuzoi se Kos po flet si zëdhënëse e qeverisë së korruptuar, duke sfiduar BE-n të gjejë një vend tjetër ku kryeministri dhe zëvendësi takojnë kompani fituese përpara se të hapet gara publike. Ai theksoi se një rast i tillë nuk ekziston në Europë dhe se shqiptarët presin standarde dhe jo justifikime. Bardhi u shpreh se edhe OSBE nuk ka thënë atë që pretendoi komisionerja, duke e cilësuar deklaratën të turpshme edhe për vetë Ramën. Para se Turkish Airlines të shpallë largimin nga Air Albania, kryeministri Edi Rama ka urdhëruar Alp Control të nisë bisedimet për blerjen e 49% të aksioneve të turqve, bashkë me borxhin prej 21.5 milion euro. Plani parashikon që qeveria të blejë më pas edhe 40% të MDN Investment të Sinan Idrizit, duke bërë kompaninë 100% shtetërore dhe duke marrë përsipër shlyerjen e borxhit total prej 43 milion euro. Kjo ndon se Air Albania është prej vitesh e falimentuar, pa reputacion dhe pa detyrime që shtrihen tek avionet me qira, taksat, furnizimet, shërbime teknike e pagesat e parapambetura të pilotëve. Sipas burimeve, qeveria synon blerjen, shlyerjen e borxheve të ortakëve dhe më pas mbylljen e kompanisë, duke zhdukur gjurmët e aferës. Një lëvizje që i kushton buxhetit të shtetit rreth 38.7 milion euro dhe pritet të përbëjë indicje serioze për drejtsinë. Në Tiranë, kreu i krimit të organizuar në SPAK Adnan Xholi priti një delegacion të lartë nga Gjermania i udhëhequr nga sekretarja e shtetit Annette Krame. Takimi konfirmoi besimin e Berlinit tek SPAK dhe rolin e tij vendimtar në forcimin e shtetit ligjor. Krame vlerësoi punën e prokurorisë së posaçme dhe angazhimin me hetime të mëdha që po prekin krimin e organizuar dhe pastrimin e parave. Delegacioni gjerman, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori Karl Bergner, garantoi mbështetjen e vazhdueshme dhe bashkëpunimin edhe më të zgjeruar në skuadra të përbashkëta hetimore dhe operacione kundër korrupsionit dhe krimit transnacional. GKK ka dënuar me 161 vite e 6 muaj burg 13 antarët e grupit kriminal të operacionit Flak në det, që trafikonin drogë me velier nga Patoku drejt BE-s. Të pandeurit mes tyre dhe ish polici Nerim Çela dhe trafikant shqiptar e Ukrainas u shpallën fajtor për trafik narkotikësh në grup të strukturuar kriminal, duke përfituar ulje prej 1/3 e dënimit për gjykim të shkurtuar. Sipas dosjes së SPAK-ut, droga nisej nga Patoku dhe në det kryej shkëmbimi, kanabis kundrejt kokainës. Operacioni i prishur vitin e kaluar kur u sekuestruan rreth 1 ton, që trafikantët tentuan ta digjnin për të humbur provat. Arrestimet u bën në disa faza, duke
duke çmontuar një prej linjave më fitimprurëse të trafikut drejt Italisë. Shqipëria po përballet me një situatë alarmante nga rreshtet intensive të shiut. Në Progrër, forcat e emergjencave vijojnë kërkimet për 76 vjeçaren Flora Hoxha, e cila mund të jetë mbytur në përrojën lokale. Lumenjt Vjos, Pavlo, Osum dhe Bistrica kanë dalë nga shtrati, duke përmbytur banesa, toka bujqësore dhe duke izoluar fshatra në Fier, Vlorë, Lezhë, Sarandë, Berat, Korç, Pogradec dhe Maliq. Rrëshqitjet e dherave kanë bllokuar njërin prej korsive në segmentin Qukës-Qafploc, ndërsa në Librazh dhe Gramsh dëmtimet e urave dhe argjinaturave kanë ndërprerë qarkullimin. Autoritetet lokale dhe forcat e emergjencave civile punojnë pa ndërprerje për evakuimin e banorëve dhe pastrimin e rrugëve, ndërsa situata mbetet e rrezikshme dhe dinamike, duke kërkuar vëmendje dhe ndihmë urgjente për zonat më të prekura. Presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi nga Ukraina se po shqyrton me kujdes planin e paqes të SBA-s, por nuk do të pranojë asnjë marrëveshje që cënon interesat kombëtare. Ai paralajmëroi se java e ardhshme do të jetë ndër më të vështirat për vendin, teksa Kievi gjendet mes dy zgjedhjeve, rreziku për të humbur një aleat kyç ose komprometuar dinjitetin dhe pozicionin e tij në luftë. Zelenski theksoi se nuk do të lejojë Rusisë të portretizojë Ukrainën si sabotatore të procesit të paqes, ndërsa i bëri thirrje qeverisë dhe parlamentit të punojnë me SBA-n shpejt dhe konstruktivisht. Ndërkohë Reuters raporton se Washingtoni kërkon firmosjen e kuadrit të marrëveshjes para ditës së falënderimeve, duke shtuar presionin diplomatik mbi Kievin. Fox News, dikur mburoja mediatike e Donald Trump, ka publikuar një sondazh që shfaq ish presidentin në rënje të fortë. 76% e amerikanëve thonë se ekonomia është keq ose shumë keq, një rekord që nuk është regjistruar gjatë krizave të 2008 apo 2020. Trump, që pretendon e përsi pikërisht në ekonomi, përballet me një rënje të mbështetjes kombëtare, vetëm 41% miratim kundrejt 58% kundërshtim, madje edhe republikanët po lodhen. Situata vjen teksa Trump kërkon të rifitojë kontrollin e partisë, mes hetimeve federale dhe debatit për menaxhimin e pandemisë. Një Trump i dobësuar nuk është lajmi vetëm për SBA-n, por për të gjithë botën, sepse kriza në Washington përkthehet në pasiguri ekonomike e strategjike, përfshirë edhe në rajone si Ballkani.